Përshëndetje, në këtë episod ne do shpjegojmë PowerPointin. PowerPointi është një program ose një aplikacioni paketës së Microsoftit, për të cilën ju mund të jeni tashmë i familiarizuar. Është një program shumë i përdorshëm për pjesën e prezantimit të informacionit në slajde, ku bëhet e mundur prezantimi i informacionit në formë teksti, në formë tabelare ose në forma ikonash, të gjitha këto në mënyrë sa më të kuptueshme dhe në një prezantim estetik. Në qoftë se PowerPointi nuk është i afishuar në ekran, ne mund të bëjmë një search PowerPoint dhe bëhet lançimi i programit të PowerPointit. Në momentin në cilën lançohet si program, ne jemi në home dhe shfaqen disa elemente, të cilët elementi i parë është një blank presentation, që në këtë moment ne mund të fillojmë një slide në PowerPoint dhe mund të fillojmë stilimin, shkrimin dhe dizajnimin e këtij projekti në bazë të kërkesave ose në bazë të specifikave që ne kërkojmë që t'i japim këtij projekti në PowerPoint. Gjithashtu ka edhe template të cilët janë të gatshme ose të përgatitura nga PowerPointi. Mund të shtypim edhe more, ku ne mund të gjejmë edhe më shumë template, të cilët mund t'i përdorni për arsye të ndryshme. Këtu janë të kategorizuar që për cilën ju ndihmojnë edhe juve për të orientuar se për çfarë përdorimi kanë këto slide të gatshme në secilin rast. Në rastin ton ne do shkojmë në blank presentation dhe tashmë jemi në slide-in e parë ose kemi hyrë në pjesën e PowerPointit. Në momentin e parë që shfaqet ne kemi një slide. Slide-i është komponenti më i rëndësishëm i PowerPointit, nëpërmjet të cilit ne na jep të mundur organizimin e informacionit dhe pasqyrimin e të dhënave në formë grafiku, tabelare ose teksti. Në momentin në cilën ne kemi ndërtuar e kemi hapur blank presentation ose një prezantim bosh, ne na shfaqet një slide i cili është i bardhë dhe kërkon që ne të vendosim të dhënat tona. Ne këtë slide mund të përdorim me layoutin, ku përmes layoutit ne mund të zgjedhim mënyrën e organizimit të tekstit. Në rastin ton kemi një titull dhe më poshtë kemi edhe pjesën e shkrimit, ose mund të gjejmë një slide i cili nuk ka, është bosh, nuk ka asnjë të shkruar, ose mund të gjejmë me 2 kolona me shkrime të ndryshme, të gjitha këto në varësi të nevojës që ju kërkoni të organizoni informacionin në atë slide. E supozojmë që ne do marrim një slide i cili do jetë një biznes i ri dhe do ketë prezantuar siç e shikoni. Ne tashmë kemi krijuar slide-in e ri, i cili ka tematikën biznes i ri dhe emrin e personit, në këtë rast që jam unë, që bën të mundur prezantimin e këtij biznesi. Të gjithë tekstet e shkruara në slide, ashtu si në Word, kanë mundësi që të ndryshohet lloji i shkrimit, gjithashtu të zmallohet, të zvoglohet, të ngjyroset, të bëhet, të nënvizohet, domethënë të gjitha pjesët e stilimit të shkrimit në Word janë prezente edhe në PowerPoint. Ju mund ta zvogloni përmes kuadraturave që na lejon shkrimi i tekstit dhe ta ripoziciononi në vendin që mendoni që është i duhur edhe që është i kuptueshëm dhe i lexueshëm për prezantimin tuaj. Përveç pjesës së shkrimit dhe stilimit të shkrimit, ne kemi mundësi edhe të stilojmë slajdet. Në momentin në design, ne mund të përzgjedhim slajdin ose formatin e slajdit që mendojmë që është më i përshtatshëm për prezantimin tonë. Ne kemi disa lloje të ndryshme dhe supozojmë që do përzgjedhim një slide ndoshta. Tani ky është slide i përzgjedhur, gjithashtu në opsionin design
janë disa rekomandime të cilët na jep vetë PowerPoint-i, rekomandime që janë të ndërtuar nga vetë PowerPoint-i dhe i rekomandojnë për pjesën e prezantimit të projektit tuaj, të cilën ju keni vendosur ta ndërtoni në këtë slide. Për shembull, rekomandon këtë dizajn ose mund të provoni dizajne të ndryshme. Dhe është një formë ndihmuese për përzgjedhjen e dizenjove për prezantimin e slide-it tuaj. Përveç pjesës së dizenjit, shumë e përdorshme është edhe pjesa tranzicionit, që bën të mundur mënyra se si do shfaqet ky slide në ekran. Ka disa forma të ndryshme dhe ose në formën e ju mund të përzgjellni një tranzicion të veçantë për secilin slide ose mund të keni tranzicione të ndryshme për slide të ndryshme. Këtu në preview bën të mundur edhe shfaqjen e slide-it. Pasi është krijuar slide i parë, ne kemi mundësi të krijojmë një slide të dytë. Slide-in e dytë e krijojmë në home tek new slide ose mund të klikojmë me të djathtën dhe krijojmë një slide të ri ose mund të duplikojmë slide-in ekzistues. E supozojmë që krijojmë një slide të ri. Tani në slide-in e ri, ju mund të përzgjellni edhe layoutin. Layoutin mund ta përzgjellni nga home layout ose mund të klikoni me të djathtën dhe të përzgjellni formën e shkrimit. Në këtë rast kemi zgjedhur content. Sërish, pasi e kemi krijuar slide-in e parë, një formë tjetër shumë e përdorshme është edhe krijimi i smart slide ose slide smart. Kjo është një formë e formatimit të slide-eve në mënyrë që disa të dhëna, të cilët ju dëshironi që t'i përdorni në të gjitha slide-et, të mos keni nevojë që t'i shtoni ato manualisht, por sa herë të krijohet slide i ri, ato të shtohen automatikisht. Për shembull, mund të marrim rastin më konkret është kur ne kemi nevojë që të përdorim logon e kompanisë në çdo slide. Në vend që ne këtë logo ta shtojmë manualisht në të gjitha slide-et, ne bëjmë formatimin e slide-eve përmes Slide Smart. Slide Smart gjendet në view. Dhe kemi një slide smart dhe këtu bëjmë formatimin e slide-it. Për formatimin e slide-it ne shkojmë në insert, vendosim picture. Në këtë rast në insert picture kemi të mundur vendosin në fotografive, në desktop kemi të ruajtur logon dhe vendosim. Tani është vendosur logoja e kompanisë, që në këtë rast supozojmë që është kjo kompani për cilën neve po bëjmë edhe prezantimin. Mund të vendosim edhe elemente të tjerë dhe t'i ruajmë. Në këtë rast bëjmë close view. Tashmë ajo është shtuar si ikon ose si pjesë e slide-it. Në momentin në cilën ne krijojmë një slide të ri, ne shikojmë që edhe në slide-in e ri tashmë logoja e kompanisë është shtuar automatikisht dhe ne nuk kemi nevojë që këtë logo ta shtojmë manualisht. Përveç pjesës shtimit të logos, ne kemi mundësi që në PowerPoint gjithashtu edhe të ndërtojmë tabela dhe të vendosim dhe grafiqe të ndryshme ose edhe organigramat që janë edhe një pjesë shumë e përdorshme në biznese ose në pasqyrimin e tyre në PowerPoint. E supozojmë që do organigrama e kompanisë. E supozojmë që ne pasi kemi prezantuar emrin e biznesit, ne do prezantojmë organigramën e kompanisë, shkojmë në Smart Art dhe tek Smart Art ne kemi disa forma të ndryshme, të cilat ne na mundësojnë t'i përdorim për të prezantuar procese pune, hierarki të ndryshme ose
cikle të ndryshme, përmes ikonave ose përmes formave të ndryshme që janë grafike dhe që organizojnë informacionin në një mënyrë sa më të kuptueshme. Shkojmë tek hierarkia dhe supozojmë që do zgjedhim një hierarki organizate. Siç e shikoni, supozojmë që këtu është drejtori ose menaxheri, pastaj janë vartësit e tij. Ju mund të duke shtuar në të djathtën, është e mujtur që të krijoni shape, e supozojmë që krijoni edhe një shape tjetër ose add shapes, do thotë ti mund të krijosh një asistent dhe mund të zhvillosh organigramen në varësi të kompanisë ose strukturës së kompanisë. Smart art është një format shumë i përdorshëm, jo vetëm për organigramat, por edhe për format e tjera, siç shpjegojnë procese punet ose pjesën e rrjedhjes së informacionit ose shumë elemente të tjerë të cilët e bëjnë një pasqyrim vizual dhe të kuptueshëm të informacionit. Përveç organigramës, neve mund të shtojmë edhe tabela të ndryshme, supozojmë që kemi shitjet, e supozojmë që kemi një numër endor, kemi viti 2024, viti 2025 dhe bëhet e mundur pasqyrimi i disa të dhënave financiare ose të dhënave të ndryshme në formë tabelore dhe kjo zhvillohet duke bërë insert table ose duke shtuar një tabelë thjesht duke specifikuar numrin e kolonave dhe të rreshtave. Është e njëjta gjë siç funksionon edhe në Excel edhe në Word. Përveç pjesës së smart art dhe pjesës së tabelave, ne mund të shtojmë edhe grafiqe të ndryshme. Dhe këtë e bëjmë përmes art chart, insert chart dhe e supozojmë që do shtojmë këtë tabelë ose këtë grafik dhe në momentin që e shtojmë ne na pasqyrohet edhe një tabelë Excel ku ne mund të editojmë, e supozojmë që është klasa 1, mund të editojmë të dhënat numerike ose tekstet dhe automatikisht ato afishohen edhe në tabelë dhe bëhet e mundur edhe pasqyrimi tabelar i tyre. Gjithashtu, në momentin në të cilën neve kemi shtuar pjesën e charteve, na jepet mundësia edhe një dizenjo të tyre, një prezantim me efekte të ndryshme, të cilët mund të përzgjedhet cila është më e përshtatshme për rastin konkret. Përveç pjesës së tabelave, smart arteve, fotografive, neve kemi mundësi të shtojmë elementet e tjera slajdeve dhe një ndër to është dhe cameo. Cameo është, e supozojmë që në çdo prezantim të slajdit, ne kemi mundësi të hapim kamerën dhe të bëjmë sa më interaktive prezantimin e slajdeve dhe në të njëjtën kohë edhe prezencën tuaj në çdo slajd. E supozojmë, shkojmë tek slajdi i parë, mund ta vendosim kamerën vetëm në një slajd ose mund ta vendosim në çdo slajd. E supozojmë që jemi në këtë slajd ku tashmë jemi duke prezantuar biznesin dhe bëjmë një prezantim rreth vetes. Ju mund ta hapni kamerën, siç është në këtë rast, dhe në këtë rast unë ndërveproj bashkë me personat të cilët janë duke e ndjekur këtë prezantim. Ose shkojmë sërish në insert dhe vendosim tek të gjitha slajdet. Tashmë, po ta shikoni në të gjitha slajdet, unë kam mundësi që të ndërveproj ose të bëj prezantimin e këtyre elementeve të ndërtuar ose e këtij informacioni të organizuar në slajde. Ne mund ta heqim me delete, në qoftë se nuk e dëshirojmë që t'jenë pjesë
pjesë e ndërtimit të slajdeve. Mund të ndërtojmë tranzicion dhe një tranzicion tjetër dhe mund të shohim një preview. Një preview dhe një preview tjetër ku na bëhet e mundur prezantimi ose mënyra se si do bëhet tranzicioni nga një slide në një slide tjetër. Në pjesën e dizenjove, tani në slideshow, ne her pas here, pasi kemi ndërtuar slide-et, ne dëshirojmë që këto slide të bëhet e mundur kontrolli tyre në mënyrë që ne të sigurohemi ose të shohim se si ato mund të duken kur ne ti publikojmë në monitor. Për shembull, ne hapim from beginning, që është dhe shikojmë se si duken slide-et tona në momentin kur ato i kemi përfunduar, ose siç mund të mendojmë që është versioni përfundimtar i tyre. Me escape largohemi prej slide-it, prej screen-it ose kthehemi mbrapsht në PowerPoint. Në record ne kemi mundësi që prezantimin në cilën neve bëjmë me PowerPoint, ne kemi mundësi që ta regjistrojmë. Supozojmë që vendosim një cameo, hapim kamerën dhe kemi mundësi të shkojmë në record dhe tashmë mund të bëhet regjistrimi i prezantimit në PowerPoint. Pasi ta keni regjistruar, mund të bëhet e mundur eksportimi dhe eksportimi kërkon përcaktimin e supozojmë që është në desktop dhe në momentin që e bën një export video, ajo ruhet në formatin MP4 ku ju mund ta ruani këtë demonstrim që është bërë në pasi është klikuar record, është bërë i gjithë ruajtja dhe dokumentimi i prezantimit që ju realizuat në PowerPoint. Bëjmë një exit. Dhe shkojmë sërish në home. Dhe hapim një slide të ri. Mund ta formatojmë në forma të ndryshme dhe designeri jonë është i aktivizuar ku na jep disa rekomandime të ndryshme, të cilat shpesh herë janë shumë të dobishme dhe orientuese për përzgjedhjen e saktë të formatit. Tani përveç pjesës së ndërtimit të informacionit, ne mund të kemi nevojë edhe për kopimin e disa për të kopjuar edhe elemente të ndryshme nga dokumenta Word ose nga dokumenti Excel. E supozojmë që unë kam një dokument Excel ku tashmë kam ndërtuar një tabel për muaj, tabel shitjes dhe kam edhe një grafik, të cilët të gjitha këto të cilët i kam punuar në këtë dokument dua që t'i kopjoj dhe t'i kaloj në dokumentin e PowerPoint-it. Në këtë rast, gjejmë dokumentin, përzgjedhim e supozojmë tabelen dhe bëjmë copy ose CTRL-C nga tastiera. Në momentin që jemi në slide, mund të klikojmë paste. Tani ka disa opsione. Secili nga këto opsionet e kopjon ose e prezanton informacionin e kopjuar në forma të ndryshme. E supozojmë të parin është thjesht bëhet një paste, një tabeleje, por pa efektet e ndërtuara. Ndërsa e dyta është ruan formatimin dhe e treta edhe kjo e ruan formatimin që kishte në Excel. Supozojmë që ne nuk është se na nevojitet vetëm forma e thjesht tabelare, ku ruhen të dhënat dhe informacioni, por na nevojitet edhe formatimi. Kështu që në paste option zgjedhim rastin e dytë dhe pastaj ne mund ta zvallojmë, mund ta zvoglojmë
dhe mund ta pozicionojmë në vendin ku ne mendojmë që është i përshtatshëm. Pasi ne kemi kopjuar pjesën e tabelës, mund të bëjmë të mundur edhe pjesën e grafikut. E njëjta gjë kopjohet me copy ose CTRL-C dhe pastaj e supozojmë që kjo mund të shkojë pak më lart. Dhe kjo ka të njëjtën veçori. Mund ta prezantoni thjesht, mund ta ruani formatin, zakonisht kjo është ajo që preferohet që të ruhet edhe formati. Dhe këtu mund të bëjmë shënimet përkatëse për tabelat. Tashmë kjo është e kopjuar, një informacion që është ruajtur në dokumentet Excel, tashmë ka kaluar në dokumentin PowerPoint. Okej. Është bërë e mundur edhe prezantimi i ikonës. E supozojmë që këtë nuk e dëshirojmë, ne kemi mundësi edhe për ta i bëjmë hide këtij dokumenti që mund të bëhet i padukshëm, ose mund ta klikojmë dhe i bëjmë unhide. Në të njëjtën kohë mund bëhet riorganizimi i vendodhjes së slajdeve, në qoftë se për shembull mendojmë që ky slajd duhet të jetë përpara organigramës, ne bëjmë mundur lëvizjen e slajdeve dhe kjo bën mundur riorganizimin ose vendosjen e slajdeve sipas një rendi logjik. Pastaj ne pasi kemi formatuar, supozojmë që këtë i bëjmë delete. Pasi kemi hedhur informacionet, një funksionalitet tjetër është edhe të bëhet share. Në këtë rast ne mund të përzgjellim që këtë dokument ta bashkëndajmë me një person tjetër i cili është i autorizuar për ta parë ose për ta punuar këtë informacion. Çdo ndryshim ose çdo ndërhyrje që bëhet në slajde është e mundur që të afishohet edhe personi tjetër. Përveç kësaj kanë edhe komentet, janë në review, ju mund të shkruani komente të ndryshme, për shembull si new update dhe krijohet komente të ndryshme, show comment, ose mund të fshihet ky si koment, delete, e tjerë. Të gjitha këto janë funksione ndihmuese për sa i përket mbajtjen ose komentimin e slajdeve, në mënyrë që të orientoni personat që janë duke bashkëpunuar me ju në këtë projekt, ose mund të mbani shënim edhe juve disa elemente orientues për sa i përket slajdeve. Pasi i gjithë prezantimi të jetë strukturuar dhe përfunduar, ne bëjmë të mundur edhe pjesën e ruajtjes së këtij dokumenti ose së këtij projekti. Në home, në file, ne bëjmë mundur save as. Gjithmonë projektet në PowerPoint përfundojnë me PPTX. I vendosim një emër. Test. Përzgjedhim this desktop ose mund ta ruajmë edhe në OneDrive, por le ta supozojmë që do ruajmë në desktopin ton. Klikojmë 2 herë dhe përzgjedhim desktop dhe tashmë save as a PowerPoint presentation, ruajtur si një prezantim PowerPointi, ka edhe prapashtesën ose mbaresën e cila e përcakton që është një dokument Word dhe bëhet e mundur ruajtja e tij. Tashmë është ruajtur. E shikojmë që është në desktop, ka emërtimin dhe mbaresën, bëhet hapja e tij dhe në qoftë se ne dëshirojmë që këtë projekt ta printojmë, ne mund të shtypim CTRL+,
Njëherë mund ta printojmë përmes funksionit home përmes file print dhe këtu mund të përzgjedhim llojin e printerit. Nëse dëshirojmë t'i printojmë të gjitha slajdet ose një slide ose një range slides të caktuara dhe përzgjedhim sasinë e kopjeve që duam të printojmë ose me CTRL-K sërish automatikisht shfaqet opsioni për ta printuar, ku ju mund të përzgjedhni printerin, llojet e slajdeve që nevojitet të printohen e tjerë. Përveç pjesës së ruajtjes së këtij projekti në një dokument Word, në një prezantim PowerPoint, ne mund ta ruajmë atë edhe në PDF, në file. E supozojmë që do ta ruajmë save as a copy, e ruajmë dhe një kopje të këtij në desktop dhe vendosim një test 2 dhe në pjesën e PowerPoint presentation ose këtu ku përcaktohet edhe mbaresa PPTX, ne mund të zgjedhim formatin PDF, e përcaktojmë dhe vendodhjen. Dhe tashmë i gjithë puna jon ose projekti jon është i ndërtuar edhe në PDF, ku mund të bëhet e mundur edhe printimi i këtij dokumenti në PDF. Përveç kësaj forme, bëhet e mundur edhe eksportimi. Supozojmë që e eksportojmë në desktop dhe bëjmë një test 3, një format text 3 dhe bëjmë publish. Edhe përmes eksportimit në PDF, kemi arritur që ta ndërtojmë këtë material dhe ta ruajmë në formatin PDF. Në desktop ne kemi PPTX-i që është prezantimi në PowerPoint dhe kemi edhe dy formate PDF-ja, të cilët i kam ruajtur me metoda të ndryshme, por është i njëjti material, të cilët janë ruajtur me sukses në desktop. Le të shkojmë sërish në PowerPoint. Gjithashtu, në PowerPoint ju mund të krijoni forma të ndryshme prezantimesh, animimesh, të cilat bëjnë mundur, e supozojmë, prezantimin sa më estetik dhe profesional të dokumentit tuaj. PowerPoint-i ka shumë elemente të tjerë, të cilat janë edhe të avancuar, por pjesë e këtij projekti ishin më së shumë përdorimi i elementeve thelbësore dhe të nevojshme për ndërtimin e një projekti prezantues në PowerPoint. Ky është pak a shumë përdorimi i këtij programi, në qoftë se ka ndonjë vështirësi ose ndonjë pjesë që nuk është e kuptueshme, unë jam e mirëpritur për pyetje ose për sqarime në lidhje me pjesën e përdorimit ose në të njëjtën kohë edhe me shpjegimin teorik të komponenteve të PowerPoint-it. Faleminderit.